Jemi këtu për të hitur zëri kundër padrejtisë që po bëhet bive më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s të si luftuan për lirinë e dhëut. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, Becet Pasolli dhe ish kryeministin Badri Majko ishin në Hagë, në dhomat e paraburrimit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Tersigin, Tani Veselin dhe Recep Selimi. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin fiksuar, por burra të fortë që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakritikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njëlla që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krime, por kanë bërë detyrën më të lartë që një historia bashkëkohore. Sqarimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj e nuk jetë për krahun e 4 vëllezërve të UÇK-s. Ata e mërgosur pa prova në akuza të fabrikuara në qarqe dhe erda serberuse që përpiqet të llosin luftën për sqarimin e Kosovës. Duhet të theksoj një fakt të rëndësishëm se lufta e UÇK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët e rëndësishëm perëndimor. Këto janë të shpijë të qarta se ata nuk ishin kriminal, por komandantë të vejës të ushtrisë qeveritare të ligjshme për mbrojtjen e popullit tyre.